Se mu merdi dhe mali, pse se dënon ti thë veprimin e Selinit? Thash, o mal, thash, nuk është puna ime. Jo po e ka falë loj Gimbon, jo po e ka tallur shok, thash, unë me Gimbon kam fol. Edhe me Selinin kam fol. Po si ke fol ti, tha, dhe si ke shku, o vlla, thash, nuk është puna ime. Ato, thash, e serin të 2 vetë, thash, Gimbon është 25 vjeç, thash, nuk do ju të bëj Gimbon. Gimbon 2 veç, apo, nëse do me u djeg, do digjet. Unë i thën pjesën time, vllai, unë e shoh kështu situatën, ti tash gjykoj e vet. Moment pastaj që unë shoh, po flas me i prime pasardhës, apo në skem pasardhë që je ti që bën lojë. Ose i del lojën pa i tjetër, pa unë aty filloj të them që çeke hipokrit, çeke i shëmtut, çeke për Big Brother e tjera me radhë. Po kush jam unë ty me të gjyku ty tash, sa nodhi, gjëja jote part vi unë ty me shfat, pse e bëne, si e bëne, si e more, pse se more. Unë e kom folë Rogirti që ma ka shoh familjen, ma ka shoh nonën, edhe ma ka përmen një rast që shi s'ka bu mishë, ma ka përmen një kom folë. E këto kër e di pozitin kësoj në shfolës, për normal që ja foli se pasha Allahun. Unë ta thash, ideja është të jo shpreja. Frik jo, kujdes po. Me ne i hap mrapa. Ja kupton me gjyku situatën çik ma ftos. Ne po tuta mos pitutet këtina ajo. Pitutet ajo. Ama edhe do lojnë me atë. E do ajo lojnë me atë, do me ngulp. Sa do se pranon, unë e kam thënë. Lojnë me mirë, do me ngulp. Se unë i thash ti e bërtite me zat lartë që me Gimbon s'kam lojë, me Gretën s'kam lojë, lojnë e kam vetëm me mirë, normal unë e du mirë këtu mrena. Ti e thash në atë moment, thash, me zat lartë i dhe sigurim mirit, që ti e me mu, i dhe mesazhin publikut që mu s'mani për njëri se s'kam loj me Gimbon apo me Gretën, i dale zonja vetes, ama thash me këtë gjizje, ke bot çunin e huj me uni shumë keq. Se që ka bo gabim, e dje që ka bo gabim, po. Thash, shife vetë,